Administrata e Donald Trump ka vendosur të pezullojë përpunimin e vizave për emigrantët nga 75 vende, mes të cilave edhe Shqipëria e Kosova. Nga ky vendim preken të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë. Shtëpia e Bardhë dhe Dash kanë njoftuar zyrtarisht vendimin për të frenuar vajtjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për emigrantët që mund të kthehen në barr financiare për taksapaguesit amerikan. Departamenti i Shtetit do të pezullojë përpunimin e vizave për emigrant nga 75 vende, emigrantët e të cilave marrin ndihmë sociale nga populli amerikan me çmime të papranueshme. Ngrirja do të mbetet aktive derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mund të sigurohen që emigrantët e rinj nuk do të nxjerrin pasuri nga populli amerikan. Këtij vendimi, presidenti Donald Trump i parapriu 10 ditë më parë duke shpërndar 2 tabela me të dhënat mbi përfitimin e asistencës sociale nga familjet emigrante në SBA. Sipas këtyre të dhënave, 41.3% e familjeve emigrante shqiptare në Shtetet e Bashkuara përfitojnë ndihmë sociale nga Shteti Amerikan, ndërsa Kosova renditet me 46%. Listën për përfitimin e shërbimeve sociale nga SBA e kryeson Butani me 81.4%, Yemen me 75.2% dhe Somalia me 71.9%. Sipas medias amerikane Fox News, e cila ka siguruar dokumentin, Dash udhëzon zyrtarët e konsullatave të refuzojnë vizat në bazë të ligjit ekzistues derisa të rishikojnë procedurat e kontrollit dhe verifikimit për dhënien e tyre. Pezullimi nis më 21 janar dhe do të vijojë për një periudhë të pacaktuar derisa departamenti të kryejë rishqyrtimin. Ndërkohë, ambasada amerikane në Shqipëri përmes një njoftimi publik u bën thirrje atyre që janë tashmë të pajisur me një vizë amerikane ta përdorin atë në mënyrë korrekte, duke listuar aktivitetet që u lejohen dhe ato që u ndalohen të kryen në Shtetet e Bashkuara. Kategoritë e vizave të prekura janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, emigrantët dhe lotaria amerikane. Ndërsa mbeten të paprekura vizat studentore, të biznesit, turistike, si dhe ato për tifozët e futbollit që duan të qëndrojnë në SBA për të parë nga afër Kupën e Botës që po zhvillohet këtë vit. Udhëzimi i dërguar në të gjitha zyrat konsullore në nëntor 2025 thotë se vizat mund të refuzohen aplikantëve që mendohet se mund të mbështeten në përfitime publike, duke marrë në konsiderat një gamë të gjerë faktorësh: shëndetin, moshën, nivelin e gjuhës angleze, financat dhe madje dhe nevojën e mundshme për kujdes mjekësor afatgjatë. Sipas Fox News, aplikantët e moshuar ose ata mbi peshë mund të refuzohen së bashku me ata që kanë përdorur në të kaluarën ndihmë financiare qeveritare ose institucionale. Vendimi Dash trihet në pothuajse çdo rajon të botës, nga Afrika, Lindja e Mesme, tek Azia Qendrore dhe Jugore. SBA ka ndërmarrë veprime për të luftuar migrimin e paligjshëm dhe Departamenti për Punë të Brendshme tha muajin e kaluar se administrata Trump ka dëbuar më shumë se 605.000 persona, ndërsa 2.5 milion të tjerë janë larguar vullnetarisht.